Dashëmiq, selamu aleikum, mirë se takohemi së bashku në emisionin Kështu ishin të parët tanë me hoxhën Fitim Gërguri. Sot do të flasim për lutjen, një adhurim shumë i rëndësishëm që do të mësojmë shumë çështje lidhur me këtë temë. Mirë se vjen hoxh. Mirë se gjej. Hoxh, lutja zakonisht konceptohet nga njerëzit si një kërkesë drejtuar Zotit. A është veç thjesht një kërkesë apo është ibadet? Fillimisht Allahun falenderoj prej tij falje dhe ndihmë kërkoj. Salavat dhe selam mbi krijesën më të mirë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgoj. Lutja ashtu siç e theksova është edhe kërkesë edhe adhurim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Tirmidhiu sunenin e tij thotë أفضل الكلام لا إله إلا الله fjala më e mirë fjala la ilaha illallah wa afdalu duai alhamdulillah dhe lutja më e mirë adhurimi më i mirë është me thonë njëri alhamdulillah. Po ashtu Allah azza wa jall e potencon shumë vende në Kur'an dhe është pjesë e namazit. Sikur se lutja jon gjatë rukus, kur ngritëm për rukus, lutja jon sejdë, tahiyatit, salavatet. Gjitha këto janë format lutjes, doa që e theme fund, Allahumma rabbana, Allahumma gfirli, lutja prej Mesihut, Dejjalit, fitnave të varrit, dënimit zjarrit. Pra ka lloje të ndryshme të lutjes. Gjitha këto janë. Dhe a ka ajete kuranore që flasin drejt për rëndësinë e lutjes? Sigurisht, Allah azza wa jall në surën Baqara thotë wa idha sa'alaka ibadi anni فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Nëse të pyesin ty Muhammed sallallahu alaihi wasallam robtami për mu, për Allah po thot, thuaj se jam afër tyne, e një lutjen e atij që lutet, e pranoj atë lutje, i përgjigjem asaj, ndaj le të më luten ata mu dhe në mu të besojnë se kështu udhëzohen. Po ashtu Allah azza wa jall në surën A'raf thot walillahi al-asma'ul husna fad'u biha. Allahu ka emra të bukur, ndaj lutni me të. Po ashtu Allah azza wa jall në mëson në surën Ghafir se lutja kërkohet prej robit edhe tregon pasojat e atyre që nuk luten. Inel ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Në fillim të të lutna, pastaj të ata që janë më një mdhej ndaj lutjes, pra adhurimet tam, kjo e tregon se lutja është adhurim, ata do të kenë përfundim në zjarrin e xhehenamit. Dhe këto ajete tregojnë se lutja është kërkesë prej Allahut. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson shumë hadithe për rëndësinë e lutjes dhe na tregon edhe vendet se kur është më afër përgjigjja e lutjes. Si mes azanit I kametit në pjesën e tretë natës, doja udhëtarit, doja atij që është bërë pa drejtësi, doja prindit për evlat e vet, e kështu me radhë, doja pas një vepre të mirë, pas hatmes. E gjitha këto vende janë ku Zoti I përgjigjet robët vet më shumë se sa në vende tjera. Ndaj gjithë ky kujdes për Allah dhe dërgurin e tij për lutje tregon se sa është e rëndësishme për jetën e besimtarit. Një prej selefëve, radiallahu anhum, Hudhaifa ibn Yamani, që ishte edhe si rujtës I sekreteve të pejgamberit alayhis salam, thoshte, ka më ardhur një kohë që njerëzit nuk kanë me pështu askush prej tyre përveç atyre që lutën. Do të vijë një kohë që krejt do të jenë të humbur, të shkatruar, përveç ata që lutën, doa gharik. Lutin atij që është fundos, Yunusit alayhis salam. Pra në njëri të fundos, po vdes, qysh lutet? Shumë me gjithë shpirt. Vetëm ata do të pështojnë prej fitnave të dunjas dhe prej dënimit të zjarrit, qysh pështon njëri kur fundoset dhe e thret Allahun azza wa jall, se është rasti Yunusit alayhis salam që pështon Allahu dhul jalal këtë pejgamber tina. Pra besimtari përmes lutjes I dorëzohet Zotit? Sigurisht është dorëzim I plot, duke I atribuar atij gjithë mundësitë dhe vetes, gjithë dobësitë. Njëri zakonisht kërkon kur është nevojë.
ndërsa kur nuk ka nevojë, nuk kërkon. Kështu është edhe lutja, është shprehje e nevojës tonë, dobësisë tonë para Allahut të lartësuar. Dhe Hoxh Muhamedi alayhis salam në hadithe e ka përshkruar në forma të ndryshme lutjen. Ndërto ka përmendur se është armë besimtarit, apo ja? Sigurisht ashtu siç e potencova pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se duaja, lutja është arma e besimtarit. Arma më e fortë që e bartë besimtari është lutja. Kjo për shumë shkaqe. E para prej tyre është se ne nuk e dime se ku është mirësia. Dhe lutja është një lloj referimi për më na çu tek e mira, mbarësia. Jo rastisht Allah në mëson që me lut Allahun 17 herë në farza ihdina siratal mustaqim, na udhëzon në rrugën e drejtë. Normal. Për udhëzim në çdo çështje, jo vetëm udhëzim në kuptimin e shtimit të imanit, po udhëzim me bëjë gjën e duhur, udhëzim me shfrytzu ditën, qysh dohet me përfitu sevapet. Gjitha këto futen në këtë koncept, se nuk po thotë sirat në gjuhën arabe nuk është rrugë, është një rrugë e gjanë që në të ngërthen shumë rrugica. Sebil është rrugë, ndërsa sirat është rrugë e gjanë që në të ka shumë rrugica që secili prej neve i shfrytëzon disa prej tyre me lehtësi disa tjera. Ai që ka pasuri, për shembull, shfrytëzon aspektin e dhënies, ai që ka dije, aspektin e dijes, ai që ka prej dy aspekte, ai që ka xhenem, aspektin e tretë, ai që ka namaz natë, adhurim të katërtën e kështu me radhë, pra janë rrugë të tëra që ne lutëm Allahun vazhdimisht më na lehtësu me e shfrytëzu jetën tonë ato që është e dobishme për neve ditën e takimit me të. Dhe po ashtu lutja ka rëndësi në rrugë prej të këqijave. Jo rastisht ajetën vjem në mëson Zoti që mos me u bë sikur ata që patën dije dhe nuk punun me të. Zoti është hidhur me ta, që është për qëllim jehudët apo dietarët e jehudive, dhe as që të krishterët që nuk patën dije dhe shfaqen risin fe, pra me lutë Zotin për mirësi dhe me lutë Allahun për më na ruajt prej çdo devijimi, qoftë në aspektin e imanit, qoftë në aspektin e moralit, qoftë në aspektin e mos shfrytëzimit duhur të kohës, mos bërjes së gjërave të duhura. Krejt është në kuptimin që Zoti na mëson në librin e tij. A mundet duaja të ndryshoj kaderin? Sigurisht, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se lutja e ndryshon kaderin. Qysh e ndryshon? Ka mundësi e ndryshon krejtësisht, ka mundësi e zvogëlon. Për shembull, ne kemi bërë një lutje të caktuar, dhe ajo lutje është hajër për neve, ka qenë caktim tjetër çka, Allahu na jep tjetër çka. Shpeshherë i thonë o Zot, ne nuk dim dhe ti je i dijshëm. Siç thot Allahu azza wa jalla, asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Ka disa gjëra që ju i doni, po janë keq për juve, dhe ka disa gjëra që ju i urreni, po janë të mirën e juve. Allahu din dhe ju s'dini. Dhe prej fundit e jetët e kuptojna që me u dorëzu për ati, edhe me thirë Zotin me emrat e tina, veçanërisht me emrat që El-Alim, El-Alam, El-Ghuyub, si i ditën, ai që din çdo sekret që si fshet asgjë në tokë as qiell, ai që din të ardhmen, tashmen dhe të kalunën, me lut Zotin me gjitha këto emra dhe këto cilësi që i mbartë, më na dhon ato që është e dobishme. Sigurisht se kjo lutje e ndryshon kaderin dhe Zoti na jep ato që është më mirë për ne me lejen e tij. Dhe tani do të dalim te çështja e kritereve apo kushteve që duhet të kemi parasysh që lutjet tona, duat tona të pranohen. Kushti i parë është të jetë e sinqertë ajo lutje. Të bëhet me sinqeritet. Sepse ka ashtu për qëllim bindja është adhurim dhe çdo adhurim nuk pranohet pa sinqeritet. E theksuam fillim. Dhe siç e din Allahu jar, kusht për pranimin e një vepre tek Allahu, nëse është e rrafshët të adhurimeve, është sinqeriteti për të,
dhe pasimi i sunetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në lutje këto dy gjona kërkohen. Tjetë e sinqert, të mos jetë hajgare, ose njëre hajtë për lutna para kamera, apo duke arrit kënaqësinë e njerëzve, që njerëz të shohin se sa është i përkushtuar kështu me radhë. Nëse është kësaj natyre, sigurisht s'merr përgjigje, po ashtu nëse mundet me u bë sipas sunetit dhe nuk punohet me sunet gjatë lutjes, atëherë edhe kjo lutje nuk merr përgjigje. E qysh lutja sipas sunetit? Pejgamberi alayhis salam na mëson që fillimisht me falëndëru Allahun, pastaj me dërgu salavatën mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e pastaj me lutë Allahun azza wa jall, me u mundu me lutje që kanë ardhur në sunet dhe në Kur'an, veçanërisht me emrin Rabb. E kemi emrin Rabb të përmendur në Kur'an 928 herë, dhe në shumicën e rasteve që ky emër përmendet në Kur'an, përmendet në formë të lutjes. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. O Zoti, unë jap të mirën këtë botë, të mirën botën tjetër dhe na ruaj prej zjarrit. Apo Rabbana إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. O Zoti, unë dëgjum një thirrës të thirr për iman dhe i besum atij, andaj o Zot fana gjunohat tona, largona çdo të keqe që e kena bë dhe na ruaj nga zjarri. Apo Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. O Zot falë mu, prindët e mi, gjithë besimtarët, ditën kur do të jap me llogari. Pra në këtë kontekst ka ardhur shumë me emrin Rabb, po ashtu preferohet dhe ka ixhma të dietarët se do të ngrit durt gjatë lutjes, përveç sa në raste kur jenë në sejdë që nuk kërkohet apo në rukuën në ngjashme, ndërsa gjitha rastet tjera pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ngrit durt gjatë duas. Po ashtu kërkohet mos jetë shpërqendrim, të mos veprej diçka tjetër të njëjtin kohë gjatë lutjes. Si shembull, të luaj me ndonjë shtog apo me ndonjë telefon apo çfarë do qoftë në dorën e njëri dorë ta marrë njërin të veprej diçka, kjo nuk është prej sunetit. Po ashtu më mundu me bën ato kohë kur mendojnë se ka, që që përmanë në fillim, ka mundësi me u përgjigj lutja me shumë. E treta gjë që është shumë e rëndësishme është që robi me marr ushqimin halal, me fitu pasunin halal. Çdo njeri i cili nuk merr përgjigje për lutjet që i bën, le ta shikoj pasurinë. Le ta shikoj se nga po e merr pasunin dhe ku po e shpenzon. Është shumë me rëndësi kjo çështje. Argument për këtë është hadithi e pejgamberit që tregon se një njeri në shkretin ecste, ishte udhëtar i pluhrosur, shumë nevojtar, e lëste me emrin Allahun me emrin Rabb. Pastaj Allah thotë wa mat'amuhu haram, ushqimi i tij është haram, wa malbasuhu haram, rrobat e tij janë haram, wa mashrabuhu haram, pija e tij është haram. Wa ghudhiya bil haram, dhe gjithçka që ai ka marrë, ka posëdu, e ka ndërtuar në haram. Fa kayfa yustajabu li dhalik, si t'ju përgjigjen këtij. Edhe pse thirrë me emrin Rabb, edhe pse doja udhëtarit ka mundësi me u pranu më shumë se sa doa të tjerëve. Edhe pse ishte nevojë të madhe, nevojë urgjente për përgjigje. Edhe pse ishte i plohnosur, edhe gjitha këto shkaqe në aspektin e jashtëm që ndikojnë për pranimin e lutjes, nëse nuk e ka ushqimin halal, pasunin nga emër dhe ku e posëdon halal, i tillë nuk ka përgjigje për lutjen që e bën dhe nuk i ngritën. Pra kjo është pengesë për pranimin e duas. Pengesë shumë e madhe për pranimin e lutjes është pasunia. Andaj e ftoj veten dhe gjithë ata që na dëgjojnë që për shumë lutje që kena bo, mund më kom problemet në mos marrjen e përgjigjes tek pasunia se nga kemi marrë dhe ku e kemi shfrytzu. Vëllau bujar, nuk e ngrit Allah asnjë adhurim nëse njeri e ka pasunin haram.
nuk ka përgjigje të lutjes, nuk ka pranim të vepra, dhe është një lloj lodhje për së kote, pasi që nëse barku mbushet me haram, me zjarë të xhehenemit, nuk i bën dobi kur gjatina. Ajo është, ka marrë, Allah na ruajt, dënim ka vendosur në trupin e vet. Është shumë rrezik i madh që njëre, veçanërisht prind, që nuk kujdesen nga e marrin pasuninë, bën shkaktar të futin në trupat e fëmijëve të tyre zjarr. Ndaj gratë sahabe, kur i dilnin dhe i përcillnin burrat e vet për në punë, thoshin pranojna me vdek prej urisë, pranojna me ndi dhimbje, me nejt urikne, por s'pranojna me na fund zjarr në barqet tona. Ndaj këto janë nanat ideale, nanat besimtare, të cilat e kishin dert ahiretin. Dhe kështu do të jenë edhe gratë e nënat tona, e vajzat tona. Dhe të mos jenë prej atyre që nuk ju intereson se ka fitan burri, më rëndësi është mos i mungoj asgjë, sepse është rrezik se barqet tona mbushen me zjarr, Allah na ruaj. Pra nuk është pastaj vetëm problem mos pranimi i lutjes, por pasoja shumë e madhe. Pasoja është që bëhesh një lloj, Zoti na ruaj, e merr një vulje të sigurt për në zjarr të xhehenemit. Dhe hoxh, pse ka shumë rëndësi ajo përullësia gjatë bërjes lutjes? Është nevojë, dhe njerën kur ka nevojë, do ta shfaq nevojën e tina. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur lutej, spore falënderonte gjatë Allahun azza wa jall. Gjatë me emrat e thërta, me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura. Duke madhruar, duke falënderuar. Pastaj thoshte la uthni thana'an alayka, edhe nëse rrin këtë gjendje të falenderoj, të madhruar, të nkon, nuk më më të falenderoj siç të meriton. Ente kema athnejta ala nafsik, po ti ai që e falenderon veten, e madhron, ashtu që takon. Pastaj lutej. Ndaj edhe ne, spore, do t'ja tregojmë nevojën tonë Zotit, ta falenderojmë Allahun, e pastaj t'ja shfaqim nevojën tonë në mënyrën më të mirë. Edhe sot një shef, nëse hyn njëri në formë të mirë, e bën kërkesën, pastaj përfundon me mirësjellje, apo fillon me mirësjellje dhe përfundon me lutje ato që don, sigurisht se do të ndikojnë përgjigje. Ndërsa nëse njëri hyn në formë shumë të keqe ose formë urdhnore, ndaj atij që ka nevojë dhe e trajton si kamarier, nuk merr përgjigje. Fatkeqësisht shumica jonë, vëllai, lutjet që ja bëjmë Allahut, e bëjmë në këtë stil. E lutem sikur të jetë diçka e tjerë, si një kamarier. U luta s'mu përgjigj, dhe fillon njëri me shenë Zotin na ruaj, pa edukat me Zotin e tina. Duke menduar se Zoti ka bërë që këti më përgjigj. Duke menduar se nëse kërkon diçka, kërkesa e tina, pa marrë parasysh gjendjes ti, do të më marrë miratim. Shpeshherë lutem, po ato që e kërkojnë është gabim. Ka mundësi, vëllai, jena të sinqertë, bujna sipas sunetit, kena pasunin halal, po lutin që bujna nuk është mirë për neve. Dhe nuk na jep Allah ato. Sikur sa i fëmija i vogël, i cili kërkon për i prindit vetë jep gacën. Po ta foste gacën në gojë, çfarë do të ndodhte me të? Do t'i digjë goja. Nëse ti ja plotson kërkesën, ja jep, e vran. Kështu edhe ne, shpesh nuk dim të lutemi, nuk dim çfarë mirë për neve. Dhe Allah nuk na u përgjigjet, jo pse s'ka mundësi, ose jo pse ndonjë problem në veten tonë, po nuk është hajër për neve, ai mendon. Pra mund të lutemi për planet gabuara. Sigurisht. Dhe se është ai proverb, Allah i shkatron planet e juaja para se ato t'ju shkatron juve. Kjo është esenca në lutje. Lutja është dorëzim. Kur dorëzoje në kërkesë, nëse është hajër, nuk e bën, nëse është hajër, Zot më largo prej kësaj që po e kërkoj. Në çdo aspekt, vallahi, shpesh mendojna atë pasuni që e kërkojna është hajër për neve. Më na dhon Zoti, më na kushtu me fe, me deviju. Më me deviju.
Nëse e lypëm shërimin prej një smundjes në moment, do të harrojnë pasojat e smundjes dhe do të kthejmë gjunahën. Ndoshta ja smuj na mban, na pastron për gjunahët dhe na mban të kujdesën të mos veprojmë kërshi Allahut pa edukat. Në çdo gjë ka dobi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë për besimtarin çdo gjë është hajër. Idha sabahu khairun shakran. Nëse godet ndonjë e mirë, e falenderon. Nëse godet ndonjë e keq, ai duron. Në çdo gjendje është mirë. Nuk e dina ku është e mira. Qysh dorëzohëm në kërkesë që nuk kena mundësi me bëhet veprim pa Allahun, ashtu ju dorëzohëm edhe në formën e asaj që kërkojna. Allah dhe në mësë mirë. Flasim tani për kohët më të veçanta, cilat i ka përmend Muhamedi a.s. që preferohet të mos i anashkalojmë kur është koha e tyre për të bërë dua. Ka kohë dhe ka vende. Vende më i veçantë është sejdja, ndërsa kohët më të veçanta është pjesa e tretë e natës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Inna Allah tabaraka wa taala yanzilu fi thuluthi akhir fi samai dunya." Allahu i lartësuar dhe i madhruar zbret në pjesën e tretë natës në qiellin e kësaj donjaje. Dhe thot: "Men yad'uni astajib lah." Kush më lutet, t'ja jap ato që kërkon. Kush kërkon falje, ta falje. Kush kërkon diçka, t'i dhuroj. Pra Allah azza wa jall zbret për një qëllim, që neve t'na plotësoj ato që kemi nevojë. Dhe njerën këtë kohë, të paktën 10 minuta do të lej alarmën të ngritet dhe të lutet, se Zoti për të përflan, po zbret. Dhe nuk do t'ja kthej këtë mirësi prej Allahut me gjumë. Ta hup këtë mundësi të madhe. Kush është zgjuar në këtë kohë dhe bën dua, në kupton se këto duat janë më të sinqerta? Sigurisht. Sigurisht janë më të sinqerta. Për shumë shkaqe, njerëz nuk të shohin. Jenë vetmi. Gjithdësan është e qetë dhe bën pasi ke falë 2 rekate, shumë i koncentru, nuk të pengon asgjë. Dhe krejt kënë ndikon aspektin shpirtnor që shpirti dhe zemra të thyhet para Zotit, ta të regojnë dobësinë e tina para madhështisë Allahut azza wa jall. Dhe nëse bën njerë duke medituar madhrimin e tij, duke i thonë: "O Zot, je i pari pa fillim, i fundit pa mbarim. O Zot, i ki plotësion, unë s'kam Zot si ti." Me këtë dorëzim të futemi ndaj Allahut azza wa jall, sigurisht se do të gjejmë përgjigje me lejen e tina. Po ashtu mes ezanit dhe ikametit është kohë kur përgjigjet doja e prindit, doja e udhëtarit, doja në kohën e iftarit. Pejgamberi alayhis salam thoshte: "Lisaimi doa mustajabe", për agjëruesin ka lutje që Zoti ju përgjigjet. Ajo është pak para iftarit, 10-15 minuta para se të bëjmë iftar, me e kalu në lutje, po qysh me lutë Zotin. Në Ramazan Allah azza wa jall na mëson me u përul më veçantë, na mëson pejgamberi sa në lutje më të veçantë. Allahumma ajirni min an-nar, o Zot liram prej zjarrit. A jemi në zjarr? Nuk jemi në zjarr. Po pse më lut, më na liru prej zjarrit? Për shembull tash më ardh dikush me të kërku mardhën e tek ti, më thon liram prej burgut. Më thonë është si i burgosën. E pse po na mëson më liru prej zjarrit? Me ndje nevojën për lutjet, sikur se të shenë zjarë. Pra më në të djegë, sa me dhimbje të madhe e thret Allahun azza wa jall? Sigurisht, me dhimbje të madhe, me zë të madhe, me gjithë qenjen tonë, lutesh, e kështu të jetë lutja. Nëse është e kësaj natyre, wallahi do të marrë përgjigjesh shumë shpejt. Dhe kemi shembuj të tërë në jetën e pejgamberëve e dietarëve që tregon Allahu dhe tregojnë ata se si është përgjigj Allahun lutje. Dhe sigurisht tash do të flasim edhe për sahabët, se si ishin ata në këtë adhurim, por tani shkputemi për pak çast të dashur miq, rikthehemi pas pak.
Jemi rikthyer dashur miq për të vazhduar tutje, po flasim për lutjen me hoxhën në fitim, këtu tek emisioni Kështu ishin të parët tanë, dhe pikërisht tek të parët tanë do të ndalemi, tek sahabët, hoxh, dhe të na tregoni se si e përjetonin ata lutjen dhe si ishin përkushtuar në këtë ibadet. Sahabët radiallahu anhum e kishin njerën më të përkushtuar në lutje para vetës, e shifnin me sy pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe mundoheshin ta ndihshin siç në çdo hap tjetër, edhe në lutje. Aisha radiallahu anha, siç e përmend Bejhaqi në librin Dua dhe Ibn Abi Dhi'b, thot e kom pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke u lut në sejdë gjatë. Vazhdonte duke u lut gjatë. Thot sa që me shkoj mendja se mos ka vdek. U afrova ta dëgjoj. Thaniva duke thonë la uthni thanan alejkum, nuk di më të falënderoj Zot. Veç ti ai që falënderon veten siç dohet. Gjatë lutjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu tregon, thot një herë fola mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe filloi të lexonte Kur'an, lexoi Beqaren, thash do të ndalet në tek 100 ajetet e para. Pastaj vazhdoi deri në fund. Thash do të ndalen në fund. Vazhdoi me surën Ali Imran, vazhdoi me Nisa, vazhdoi me Maide, tek surja Maide, thot ran në ruku. Qëndroi në ruku deri sa qëndroi në kam. Nëse ke ka marrë 3 orë, qëndroj të adhe në ruku. Ose në 2 orë, ose në orë në gjysmë, se shpej leximit. Tha unë ngret prej rukus, najti ashtu, pastaj shkoj në sejdë najti, so najti në kam. Kështu ishin 2 rekatet tina. Thot aq gjatë u falë, sa që ketu më nëshut trupi. Dhe aq gjatë u lot, këtë tregon për lutin e gjatë. Dhe sahabët e shishin pejgamberin alayhi salam, se si veprante dhe ashtu vepranin edhe ata. Është transmetuar për Ebu Bekrin radiallahu anhum se është lut gjatë, sa që Aisha radiallahu anha thoshte shifsha babën tim duke majt dur gjatë, sa që nëse unë do t'i mbaja si ai që shimante, nuk do të mundja t'i lëvizja më, ashtë gjatë. Dhe pyetësha qysh nuk po të pihen durt. Thoshte ai bia ime, ne nuk shëndrojmë lutje me trupin ton, se edhe nëse janë çelekta do të theheshin, por shëndrojna me forcën që na Allahu jon. Netën gjë Omer radiallahu anhu, veçohet shumë se lutej shumë dhe lutej gjatë, e thynte veten shumë për Allahut. Nuk di për ndonjë njeri që na ka ardhur pas pejgamberit ose që e ka thyr veten, e ka përul veten më shumë tek Allahu se sa për Omerin radiallahu anhu, dhe qërton të me në qërtim të madhë. Njëherë, thëtë Anes radiallahu anhu, e pash Omerin dhe vrapova mas ti, të shikoj se çka po veprante. Thëtë u fut në tek një muri dhe mendoj, shikoj për rreth apo e shën dikush, nuk e pa askush. Tha pastaj filloi të luktej dhe të çante shumë. Ti thashtë vetës, o biri e Khatabit, ti s'ke qenë gjë tjetërve se bari i deveve, dhe ashtu do t'jerë deri sa do vdesësh. Dhe këtë këtë veprim e bune, për një njeri nuk e thirrën prej si besimtarve, po e thirrën në emën. Sigur se i ka ardhur mërzi pse e ka thirrën në emën, pastaj më herë ka vepruar dhe ka filluar me lutë Allah. Për Uthmanin është i veçantë. Njeri që ka lexuar Kur'anin në një rekat, dhe njeri që ka bë ibadet si Uthmani rrallë gjena gjatë. Njeri që është lut gjatë si ai është shumë rrallë me gjetë. Njëjtën gjë Aliu radiallahu anhu. Kështu ishin të parët tanë, njerëz që Zoti ju përgjigjej lutjeve tyne. Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu i përgëzuar me xhenet, njihet në ryshe si ai që Zoti ju përgjigjte lutjet e veta. Dhe njëherë biri ti tha, o baba im, po të e lutë me Zotin, ja Khalili, o miku im, o dosti im.
Thot qysh me lutun thuj o Khalili i Saadit, ai të përgjigjet. Kjo hadith gjendet në Bukhari, pra dhe ka njerëz që kanë vepruar. Kanë lutur Allahun o Khalili i Saad ibn Abi Waqqasit, thot kena marrë përgjigje në lutjet tona. Kështu kanë qenë këtë gjenerat, kështu kanë qenë dietar. Të angazhuar në lutje vazhdimisht, madje Omeri si kishte thënë, nuk baj dert apo përgjigjet lutje, apo më përgjigjet krijuesi, por apo bëj lutje unë. Thoshte nuk bëj dert në përgjigje, po bëj dert në formë sa a di unë me lut. Si çdo të shkam nevojitet. Ka shumë rëndësi forma hoxh? Sigurisht, e përmendëm më herët. Nëse nuk është forma e mirë, pra forma në kuptimet e sunetit. Normal, po kjo varet edhe prej dijes. Jo në mënyrën e interpretimit, sepse dikush s'din të formuloj bukur një dua. Varet edhe prej dijes. Çdo çështje, kur flasim të praktikimit të sunetit, do të një presje pastaj mbi bazën e dijes njerët që ka rreth sunetit. Se të është flest që në moshë në thellë, nën ato në gjyshrit tonë. Nësa nuk din me artikulu lutjen si çdohet, dhe nuk kanë dëgju. Por nuk do të thotë kjo që ata nuk do të marrin përgjigje në lutjet e tyre. Asesi, por një njeri që ka mundësi, është patjetër obligim me ndjek sunetin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Pasi që kush e ka njohur më mirë Allahun saj, dhe kush e ka thirrë më mirë Allahun saj, nëse mundohem me i artikulu lutjet më të mira të mundshme, që kanë thonë njerëz, nuk krahason me lutjet që ka bëu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ndaj tek pejgamberi sa përveç që gjejnë lutje të mirë, siç ka thonë Omeri, formën e mirë, e gjejnë me lejen e Zotit, pastaj edhe ndjesin karshi asoj lutje, se kur e madhron Allah siç e madhron ai, kur e thirr me emrat dhe i kupton ata emra që e thërte me ta pejgamberi sasëm. Sigurisht se kënë ndikon shumë. Por një gjë kisha dëshiruar me e theksu. Falë Zotit, ka libra tash edhe në gjuhën tonë, në gjuhën e shqipe, që na mësojnë për Allahun, kush është Allah. Na mësojnë për emrat e tij të bukur dhe për cilësitë e tij të përsosura. Prej librave më të mirë është edhe libri i Hoxhës Enes Rama, Allahu e ruajt, në të cilin libër mas çdo emni ka edhe lutje. Përmend emrin Allah, pastaj sjell lutje, emrin Rahman lutje, emrin Ghafar lutje, emrin Mudud lutje. Edhe nëse i marrim ato, nëse lexojmë këta emra, pastaj mësojnë ato lutje që Hoxha na mëson këtë libër. Do të edukohemi shumë me Allahun së pari, do të njohim shumë mirë Zotin ton, dhe me lejen e Zotit do të krijojmë një raport që se kena mendu një lidhje të fortë me Zotin, që nuk e kena mendu ndonjëherë. Ndaj e thras krejt ata që na dëgjojnë, ta marrin këtë libër dhe ta mësojnë lutjen nëpërmjet këtij libri, duke njohur Allahun Azza wa Jall, se pa njohjen e tij është shumë vështirë njëri me arrit në pjedestalet të larta të imanit dhe sjelljes mirë me Allahun. Dhe hoq, në anën tjetër, përmendën disa prej lutjeve që pranohen lehtë, themi ashtu, lutja e prindit për fëmijën, apo lutja e atij që është bërë pa drejtësi, si shpjegohet kjo? Lutja e prindit për fëmijën është pasi prindi nuk ja don vetë të mirë në fëmijën e vet. Nëse dikush dënë që me arrit dikush ma shumë sa ai është prindi dënë me po vladin e vetë ma mirë se sa ai në çdo aspekt jetës. Dhe i prindi sigurisht ndjen shumë lutjen për fëmijën e vetë. Ka përgjigje me njerë, thot pejgamberi sallam, nuk ka perde mes duas së prindit dhe pranimit prej Allahut. Pranohet më njëherë. Është ndjesia e madhe, po është edhe tek atij që është bërë pa drejtësi. Ndjenja se ju është bërë pa drejtësi. Dhe dhimbja e madhe që shkaktohet tek ai prej kësaj pa drejtësie, merr përgjigje prej Allahut të lartësuar. Ndaj me pas kujdes, Allahu ja gjithë ata që na dëgjojnë,
të kenë kujdesin nga padrejtësia, ndoshta je fjet dhe një lutje një njëri në sejdë kundrejt teje ta shkatron dunjan dhe ahiretin. Ta shkatron dunjan dhe ahiretin. Ndaj me pas kujdes se inna dhulm dhulumatun yawm al-qiyamah. Zullumi do të ketë në llogarit të madhe, shumë zullume, shumë padrejtësi do t'i fakturohen ati në ditën e gjykimit. Njerëzit nuk janë duke ditë se sa është rënë mu lëndu tjetëri, sa është rënë me u ofendu tjetëri, me u bullizu për pamje ose për ndonjë gjest që e bën. Këto krejt janë të rëna. Me e mashtru, me ja bërë gropën nga pas, krejt këto janë të rëna. Ndaj lutja atina që është bërë padrejtësi. Unë e lusë Zotin që e të mos lutet, por nëse lutet, do t'jetë shkatrim dhe mjerim për ato që lutet kundrej tij. Ndaj me pas shumë kujdes. A ka dallim mes lutjes që bëhet për të tjerët dhe asaj për veten, a ka përparësi ndonjëra? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se doja për vëllain kur ai nuk ka prezant merr përgjigje. Është prej shkaqeve që përgjigjet dhe thonë me lekt amin edhe për ty. Ka prej dietarëve që kam lexuar për ta, që thonë asnjëherë në jetën tëm s'kam bë lutje për vete. Kërrejt çka kum dash më u lut, jem lut për të tjerët dhe me lekt kam bë amin edhe për mua. Se lutja jam për tjetrin ka mundësi nuk pranohet. Ama lutja me lekve për mua gjithsesi. Andaj njerëz strateg është ai që din me mi vendosë në punë këto kombinime. Me u lutë për tjetërin, që ka dëshëron për vete, do të gjesh përgjigje me lejnë Allahut. Dhe këtë regan se të jadën të mirën tjerëve, si vetës. Ndaj so ma shumë të lutën me. Imam Ahmedi thëtë kom 300 njerëz që nuk flaj asë njëherë me listë, veç se lutën Allahun, e lësë Allahun për ta, sigur se lësë për vete. E lësë për ta, sigur se lësë për vete. Njëherë ata kanë djalin e Imam Shafiut dhe i thëtë, ka 20 vjetë që lutëna për babën tëndë, gjdo namaz që e falë. Qoftë farës, qoftë sunet, lutëna për babën tëndë. Ndë njëri i mirë lutët për njerëz të mirë. Kjo është që thamë fillim është orma jo, s'kem ormë tjetër. Nëse se përdorim, rrezikohemi prej çdo gjëje. Po lutja duhet të jetë pjesë e çdo njeriu, çdo moshe, edhe tek fëmijët, por këta të fundit si mund t'i edukojmë që t'jenë sinqert në lutje, apo t'jenë ta bëjnë lutjen me bindje, me zemër dhe jo vetëm me gojë. Tek fëmijët, tek edukimi i tyre, do të jetë më shumë në aspektin praktik se sa teorik. Nëse ata të shohin vazhdimisht duke u lutë, në formën që lutesh, ashtu do të veprojnë. I ke pa fëmijët, sigurisht, fëmijët edukur falesh, ata falen sigur se ti. Po. Ashtu do të pasojnë edhe në lutje. Zatën qyshe këna mësu gjuhën të ecurit, të folurit, e kështu më radhë, duke pa, me vrojtim. Kështu mësot edhe kjo. Fillimisht është problem na me një fëmijë 5 vjetë, 7 vjetë, 8 vjetë, me i folë për rëndësinë e sinceritetit, sa si kupton këto gjona. Natyra e tina është e sinqertë. Ende nuk ka fillu shejtani të veprejë tek ai. Ndaj e keni me pa fëmijët që janë shumë të sinqertë, nuk din me gënjy, e thojnë të vërtetën, edhe nëse është kundrejt tyre. Natyra e tyre është e sinqertë, por e joni është vetëm t'ja mësojnë formën, e gradualisht pastaj duke i folë për rëndësinë e sinqeritetit. Fëmijët, për shembull, prindi ka dëshirë që t'i bëj hafiz të mësojnë librin e Allahut. Po t'ju folësh për rëndësinë e hifzit në aspektin e teorik nuk do ta kuptojnë. Ose po t'ju folësh sinceritetin që duhet parë para se të mësu Kur'anin, nuk do ta kuptojnë. Qysh e kuptojnë këto? E merr Kur'anin, e lexon, dhe ata përsërisin pastaj faqe pas faqe, kryhet Kur'ani, futen mosh mallore dhe kanë librin e Allahut me vete. Pastaj e mësojnë gjuhën dhe kuptimin e Kur'anit. Ja u rregullon jetën, ja u rregullon dunjan dhe ahiretin. Dhe joni është të stimulojmë në formë, e pastaj
Pra të jemi shembuj në Shembuj, pastaj të lutemi për ta. Mos t'i harrojmë se shumica e problemeve të fëmijëve zgjidhen në sejdë. Gjithë ato libra që i kanë mësuar e kanë një problem. Janë boshën aspektin e sejdës. Wallahi ato probleme. Përmendet më herët, lutja e prindit për fëmijët. Sigurisht. Wallahi ato probleme që i ndijmë të fëmijët tonë, po të ishim sinqert, dhe ta thresim Allahun me emrat e tij të bukur, në pjesën e tretë natës, do të marrëshin zgjidhje ka nuk e presum na, as nuk e mendojnë ana. Sa fëmijë e ka zgjedh problemin, e sa prind e ka zgjedh problemin e fëmijës të vet me sejdë. Ndaj të jemi prej tyne. Është mirë të lexojmë libra, si të edukojmë, si të veprojmë. Por edhe nëse lexojmë gjitha librat e botës, nëse s'dan Allahu, ai nuk do të jetë i mirë. Siç nuk ishte djali i Nuhit alayhis salam, babën pejgamber. Kush mendon se baba i vet nuk ka arritë ta edukojë siç duhet? Jo, ka pas kohë shumë, ka jetuar gjatë Nuhi alayhis salam. 950 vjet ka jetuar se pejgamber. 1300 vjet thotë se ka jetuar kështu. Por udhëzimi nuk është në dorë tonë. Afa anta tuhdi al-umya walau kanu la yubsirun. Ati po mundohesh me udhëzu ato që Allah s'ja mundson me po udhëzimin. Inna Allah la yadhlimu nasa shay'a walakin an-nasa anfusuhum yadhlimun. Allah nuk i bën padrejtësi askujt, por ata i bëjnë padrejtësi vetes vet. Pse nuk udhëzohet, ke pse ndoshta në dunjë kur nuk do ta kuptosh. Por jam i sigurt se në ditën e gjykimit po. Allah dhe mos vjen. Hoqë faleminderit shumë që ishit me ne dhe shikuesit tanë. Faleminderit prej juve. Dashur miq, kaq për sonte. Faleminderit që na ndoqët. Mirëmbëjtje.